Në Serbi tensioni politik ka hyrë në një fazë kritike. Të shtunën më shumë se 140.000 protestues mbushën rrugët e Beogradit duke kërkuar zgjedhjet parakoshme dhe largimin e presidentit Aleksandar Vučić. Me parullat "Duam zgjedhje", turma u përplas me forcat e rendit. Policia përdori gaz locjellës dhe granada paralizuese, ndërsa dhjetra protestues u arrestuan. Sipas burimeve mediatike, të paktën 77 persona janë arrestuar nga forcat e policisë. Presidenti Aleksandar Vučić reagoi me akuzat të forta. Në një postim në Instagram, ai shkroi: "Protestuesit donin të përmbysnin Serbinë dhe dështuan." I ka cilësuar protestat si pjesë të një komploti të huaj për të rrëzuar shtetin. E në këtë frym, vetëm një ditë më parë, pra të premten, 5 persona u ndaluan nga gjykata e lartë e Beogradit të akuzuar për tentativë për grusht shteti. Protestat kanë nisur që në dhjetorin e vitit të kaluar, pas ngjarjes fatkeqe e tragjedisë së Novi Sadit, ku 16 persona humbën jetën duke pritur në një stacion hekurudhor pasi platforma është shembur. Protestuesit për këtë ngjarje tragjike kanë akuzuar instancat qeveritare për korrupsion dhe mosvendosje përpara drejtësisë. Kryeministri i kohës dha dorëheqjen, megjithatë protestat kanë vazhduar. Aleksandar Vučić deri tani qëndron i ftohtë, ai refuzon që të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të marrë seriozisht këto protesta, aq më tepër që ka një mburoj në parlament që është shumica e deputetëve nga 250 vende që ka parlamenti serb. Aleksandar Vučić, forca e tij politike, ka 156 deputet. Kjo protestë është mbar popullore, një protestë e cila nisi nga protestues student dhe tashmë është kthyer në një protestë mbar popullore në Serbi, ka hyrë në muajin e saj të tetë. Por pyetja që ngrihet është: a do të mundet kjo protestë që të rrëzojë nga pushteti 12 vjeçar Aleksandar Vučićin, njeriu i cili zyrtarisht kërkon që Serbia të jetë anëtare e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër flirton me Rusinë dhe me Kinën? Kjo pritet për tu parë. Syt janë bërthyer në Beograd.